Startupi spanjolli i teknologjisë Neurologica thot se sistemi i tij inteligjencës artificiale Copernica mund të dallojë se si ndiheni ose të zbulojë një sër kushtesh neurologjike dhe madje është në gjendje ta bëjë këtë njëkohësisht për një turm njerëzish. Neurologica shpreson të avancojë inteligjencën emocionale përmes inteligjencës artificiale, duke përmirësuar mënyrën se si makineritë kuptojnë dhe ndërveprojnë me njerëzit, është shprehur shefi ekzekutiv Juan Grana i kompanisë Neurologica. Ne jemi një kompani inteligjencës artificiale. Kemi kaluar shumë vite duke trajnuar modelet tona për matjen e emocioneve, për gjendjen shpirtërore të njerëzve. Misioni ynë këtu është thjesht të përpiqemi të humanizojmë inteligjencën artificiale, ta bëjmë atë më njerëzore, ta bëjmë të kuptojë shumë më mirë komunikimin me qenie njerëzore, nga pikpamja empatike, emocionale dhe subjektive. Copernica ofron vlerësime të inteligjencës emocionale në kohë reale të kujton në videon e saj, duke synuar të përmirësojë ndërveprimet njeri-makineri. Teknologjia jonë përdor mbi 13 miliard pika të dhënash për të hartuar emocionet njerëzore në video, tha për Reuters Mark Fernandez, menaxheri Neurologicas në SBA. Ajo çfarë shihni këtu janë 3 kamera të ndryshme që matin 3 gjëra të ndryshme. Kamera e parë është ajo që ne quajmë matja masive, pra të gjitha këto pika të vogla që shihni këtu janë të gjithë njerëzit që ulen atje. Pra ne mund të masim qindra dhe madje mijëra njerëz në të njëjtën kohë dhe të marrim ndjesinë e përgjithshme të një turme. Teknologjia jonë është e instaluar në stadiume futbolli dhe aeroporte dhe ne mund të përcaktojmë nëse një turm është e interesuar, entuziaste, e mërzitur apo e emocionuar. Kjo është një matje e vetme e fytyrës me besnikëri mjaft të lartë. Ju mund të shihni këtu se kjo po mat stresin, intensitetin dhe pozitivitetin. Ne mund të masim deri në 92 emocione të ndryshme. Kjo po tregon vetëm 3 prej tyre dhe ato përdoren për të përcaktuar gjithçka. Copernica përdor inteligjencën multimodale, duke përfshirë përpunimin e gjuhës natyrore, njohjen e zërit, interpretimin e gjuhës së trupit dhe analizën e të dhënave të personalitetit, për të përmirësuar vizionin e saj kompjuterik dhe për të ofruar një kuptim të plotë të gjendjes emocionale të një individi, madje edhe turma të mëdha njerëzish. Fernandez shtoi se kjo teknologji mund të ndihmojë në zbulimin e kushteve të caktuara mjekësore shumë kohë më parë. So it was built in Spain, complying to all GDPR and privacy standards. Rezulton se kur dikush ka më shumë gjasa të ketë një goditje në tru ose një hemoragji në tru, ata fillojnë të shfaqin modele unike emocionale që janë të padukshme për syrin e njerëzit, por që ne mund t'i kapim me teknologjinë tonë dhe ka lëvizje mikro të fytyrës suaj, ka zgjerime të bebes së syrit dhe kështu ne mund ta parashikojmë javë përpara se të ndodhë një ngjarje e tillë. Në kur nuk kapim asnjë të dhënë identifikuese personale dhe të gjitha këto të dhëna janë të lidhura me një numër arbitrar që ndryshon vazhdimisht, shtoi Fernandez. Pra nëse shihni këtu ka pak shënues periferik. Këta shënues të vegjël vjollës lëvizin përreth, kështu që sistemi ynë është plotësisht pa fytyrë. Pra ne kurrë nuk kapim ndonjë të dhënë identifikuese personale, dhe të gjitha këto të dhëna janë të lidhura me një numër arbitrar që ndryshon vazhdimisht. Pra sistemi është ndërtuar në Spanjë në përputhje me të gjitha standardet e rregullore së përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësisë. Sistemi tashmë po vihet në përdorim në një sër fushash, si kujdesi shëndetësor, arsimi, siguria dhe mbrojtja.